Valmir, mirë mëngjesit dhe shumë knajtësimet pas mëngjes. Mirë mëngjes e ju, knajtësia është edhe imja. Valmir, po nisim pak me këtu punimet tek rruga, pra tek ajo pjesa e Kapeshnicës, çka po ndodh, sepse kemi vazhdimisht prapë të që na vijnë për kolona të gjata për shkak të punimeve, si po shkojnë? Shiko, se herë në fundit kur kemi raportuar për atë pjesë, kam treguar që aty u punu vetëm 20%. Po. Tani është duke u përgatitur para masat për pjesën tjetër cila do të punohet. Mirë, po pjesa në hyrjet e Kapeshnicës, cila lidhet me këtë urën e re, kjo pjesa e re që është ndërtuar së fundi, janë aty disa pronat, cilat vetë se janë të shpronsuara 90% të tyre, dhe besoj shumë shpejt do të bëhet rënimi tynë dhe pastaj do të zërohet edhe rruga, edhe trotuari, edhe nënat me karroca, edhe njerëz me aftësi të kufizuara, të gjithë do të kenë mundësi të lëvizjes lirë. Po, fatmirësisht pra. Fatmirësisht, nëse flasim për punët pra që janë bërë në Pej, Valmir, duhet përmendur patjetër edhe një projekt i cili ishte goxha bukur aty tek Lumi Bistricës, ajo rruga që ishte rregulluar, por në një duke i bukur pra Peja nga aty, një pamje e mrekullueshme. Po aty ishte edhe disa shkallë që janë vendosur përkohësisht apo si qëndron tek kjo pjesë? Nuk mund të kalon, po. Shkallët janë pjesë e projektit, mirë po tani janë të ndërtuara vetëm përkohësisht. Pasi që sipas gjitha standardeve, atër duhet plotësohet edhe standardi për njerëz me aftësi të kufizuara, nënat me karroca. Gjitha standardet do të plotësohen dhe rrugët e Pejës, siç janë gjitha urat tjera, do të kenë mundësi të kalojnë me karroca. Po, dhe besoj që po, sepse bukur kishte dalë edhe aty tek ajo pjesa e urës, kështu kishte dalë një pamje mrekullueshme e Pejës. Dua t'ju pyes pak edhe për problemet me mbeturinë.